Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Blitz intervju edhe këtë javë merret me sportin. Nuk do të merremi këtë rast vetëm me kampionatin botror, do merremi edhe me zhvillimet sportive në Kosovë, por në këtë rast edhe zhvillimet sportive që ndodhin me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. E kam musafir një mik të gazetës Blitz, nga tani edhe një mik timin realisht, një njohës të mirë të futbollit, një zyrtar të dere pak koshëm të lartë të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, sot ta themi kështu koka publike e ndoshta klubit më të madh shqiptar, KF Shkëndija nga Tetova. Faton Zylbeari, mirë se vjen në Gazeta Blitz. Falenderoj për fjalët e bukura dhe për ftesën, ndërkohë te Gazeta Blitz unë ka kohë që ndjehem si në shtëpi dhe me kënaqësinë më të madhe gjithmonë pranoj ftesat tuaja. Të falenderoj që zbukurove me atë hyrjen dhe gjithsesi jemi të hapur për të qenë bashkë me ju. Mirë se vjen Prishtinë, por Faton, jemi në botror tani, një format këtë tjetër nga ajo që kemi parë edicioneve të kaluara. Si po duket? Nga këndi shikuesit, a ka ndryshuar çësia? Po, realisht po. E para 48 kombëtare pjesëmarrëse, numri i rritur, ka dy momente. Një, u jepet mundësia edhe kushtimisht thënë kombëtareve më të vogla apo atyre që më vështirë kanë patur për tu kualifikuar dhe kjo disi ka rrëzuar nivelin e cilësisë në fazën e grupeve. Në anën tjetër, më shumë shtete, më shumë publicitet, më shumë marketing, dhe tjetër është terminet që luhen ndeshjet që na kanë shkaktuar pak a shumë probleme, neve që kemi angazhime profesionale. Për mua personalisht e kam thënë edhe në herë tjera, nuk do të përsëritem. Realisht jo të gjitha. Po që shtot natës, njëve, dyve, treve. Shiko, kam mirë kuptim në punë dhe arriti menaxhoj për t'i parë, por unë kam patur edhe ca telashe tjera familjare, shëndetësore dhe më kanë penguar, por një gjë personale që e kam thënë dhe dua ta përsëris me kënaqësi, më kthen pak nostalgji në 94-ën, unë fëmija së kohë, baba im i ndjerr, na çonte natës, na zgjonte për të parë ndeshje. Në momente kur zgjohem me çunin, me djalin tim për të parë ndeshje, të them drejtën, ndjej një nostalgji sikur unë kam marrë vendin e babait të ndjerr dhe djali ka marrë vendin tim të asaj kohe. Si po duken këtu? Ka disa befasi ekipet. Po realisht kur ka sasi, ka edhe befasi. Tani Kepi Gjelbert ishte shembulli më i mirë dhe më i bukur në aspekt të befasive. Natyrisht befasi edhe negative, si puna e Gjermanisë, për pak deshe Hëngre dhe Holanda, por për këtë futbolli është sporti më i bukur në botë edhe i ka të vetat. Në këtë botror që e tham, ka ndryshime, po dhe risi. Je i lidhur shumë me Kosovën, mos të themi je sa i lidhur me Maqedoninë edhe me Kosovën, ndoshta më shumë. Kur e sheh Kepin e Gjelbër, po disa kombëtare të vogla duke bërë bujë, a ndjen më shumë kësare që nuk ka dalë Kosova me hyrje këtë botror? Beson që më emocionove me këtë që e ndjej? Po, duke qenë unë dua Kosova, Shqipëria gjithmonë të kualifikohen, por kësaj radhe duke qenë aq pranë, mos themi 90 minuta, sepse ai goli i Turqisë në cilën minutë ra, ishim pak minuta ishim pranë botrorit, pranë ëndrrës. Unë personalisht kam qenë një ndeshje pranë botrorit edhe me Maqedoninë e Veriut, kur arritëm në vitin 2022 të eliminojmë Italinë në Palermo, një senzacion botror që do mbetet i shkruar gjithmonë, dhe më pas luajtëm me Portugalinë në Porto. Atje urrahëm edhe natyrisht ëndra mori fund. Të njëjtën e kam dirë për Kosovën, kësaj radhe me Turqinë. Edhe më vjen keq, është një gjenerat që besoj të menaxhoj si duhet gjithë të situatë dhe atë disfat, atë rast të lëshuar
ta kthej në forcë dhe përvojë për ta bërë në të ardhmen. Ndërkohë sa jam i lidhur unë me ju, jam i çuditur se si s'kam qëndruar këtu dhe si s'kam punuar deri tani, pavarësisht që për fajin tim, sepse nuk është se kanë munguar ofertat. Ndoshta mirë ke bën, se që ke ndajt në Maqedoninë e Veriut. Kemi nevojë edhe atje të kemi zhvillim të sportit dhe gjëra tjera që po ndodh. Dhe ndoshta të kaloj vendi atje më shumë se këtu. S'diskutohet, unë jam krenar. Do pse na kishte vyt edhe këtu. Nuk diskutohet, unë them e kam thënë, unë kam sakrifikuar shumë në vitin 2021 kur ishim në Europian me Maqedoninë e Veriut, edhe i thash atë Europianin ku na i prejtet komtios na lat me hy. Si Turqia në këtë botrorin. Atëherë pak më herët në gjysmë finale, tash finale, por nuk di nëse ke pyetje për më vonë dhe do lë për të përgjigjur. Unë them që vetes ja vendova një mision kur ishim në 2021, duke parë atë impaktin e madh prezenca shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe interesin e mediave në Shqipëri dhe Kosovë, unë i thash vetes ti nuk do refuzosh askënd. Ti do t'jesh zëdhënësi fillimisht i gjithë atyre që do kërkojnë. E din si e kisha terminet unë? Ora 11, një televizion, ora 11:15 tjetri, ora 11, kishte 4-5 emisione Shqipëri-Kosovë që lidhesha çdo natë. Beo sqaru atyre që na shikojnë, ka qenë zëdhënës i Federatës së Futbollit të Maqedonisë Veriut, po flet. Faktikisht unë nga viti 2013 kam qenë për herë të parë një zëdhënës shqiptar, i falenderoj gjithë ata që bën që unë t'isha. Dhe të kemi pa, ke qenë më afërt se Federata e Futbollit të Kosovës keni qenë ju. Po, dhe Shqipërisë ndoshta. Realisht ashtu është. Pastaj nga viti 2019 kur për herë të parë një shqiptar në emrin e Muhamet Sedinit u bë me një kryetar shqiptar, për atëherë kam qenë edhe udhëheqës i departamentit. Faktikisht në kampionatin evropian isha unë drejtori, faktikisht njeriu kryesor i marrëdhënies me publik, me media, dhe thjesht për mua ka qenë një fakultet i marrë prezenca në Euro 2020, që u mbaj në 2021 në shkaku i Covid-19. Do të flasim për këtë më vonë, patjetër. Për rrim pak të Kosovën nëse mund. Me atë që ke po te ekipi i Kosovës, në mënyrë se ju ndërtu, a isha dërdanët pjesë potenciale e Europianit të ardhshëm të 2028-s? Po. Realisht po, sepse u ndërtua diçka serioze, Shiko, këtu mendoj që mediat, opinioni, gjithë tjerët, edhe federata, ndoshta, në momentet caktuara kemi nxituar, shiko si del vetë nga goja sepse vetën e ndjej pjesë të Kosovës, është nxituar me kërkesat e shumta sepse është shtet i ri, pavarësisht sa fortë. Din çam tha një menaxheri një futbollist i Qerdin Shkëndin nga Portugalia, e pyeta si keni gjasa, do e merrni këtë botror, tha nuk e shoh, shkojmë lart. Është simur keni mes fushën më të mirë në botë, tha ne kemi individ, nuk kemi ekip. Domethënë nuk ishin të kënaqur portugezët se si luan Portugalia, domethënë edhe këtu sikur kërkoheshte pak ajo kërkuam më shumë se që mundemi. Po, edhe më herët. Nofka Brazili, Ballkanit, sikur u bë një presion artificial. Më pas si shkonin gjërat, duke kuptuar rolin, duke kuptuar që vetëm puna të shtëpie përpara dhe që përfaqësuesja duhet të mbështetet nga të gjithë dhe mos kërkohet faj përpara kualifikimeve, përpara gjërave, pastaj gjithmonë ka opozit dhe ka opozit, por ka rrugë përmes të cilave bëhen ato punë. Unë mendoj që Kosova ka ndërtuar diçka shumë serioze. Kjo që luajti në finalet play-offit për botror nuk është rastësi. Dhe duke parë ekipin, duke parë çunat ku luajnë nëpër Europë dhe prezencën e tyre në ekipet ku luajnë, nuk është se vetëm kanë rol epizodik, ata janë pjesë e rëndësishme të çdo skuadre europiane, unë e shoh. Pastaj çto edhe një element. Çka u prish tek Maqedonia dhe çka është mirë këtu. Nëse tek ne fatkeqësisht ka lojtarë që të pakënaqur që nuk futën, nuk inkuadrohen, heqin dorë nga ekipi përfaqësues, te Kosova ka ardhur në një moment dhe kjo gjithë menaxhmentit dhe seleksionuesit Foda, ti ke lojtarë si puna e Rashicës, si puna e gjithë këtyre yjeve Zhegrova, që nuk janë brenda skuadrës dhe sot janë të lumtur, gëzohen golit, mbështesin skuadrën. Domethënë, është formuar ai ekipi, tani duhet mbështetje dhe me pak fat do Zoti besoj që do realizohet ajo që thatë ju. Kësa herën finale, e përmendëm pak, ju ke përjetuar Evropianin 2021 me pjesëmarrjen e Maqedonisë Veriut. Kam e pyet pak edhe për këtë si është ajo. Po në përballje play-offit e mposhtet Kosovën. Ose çush e ndje? Se shumë keq. Mos dash Zoti të përsëriten ndeshje të tilla dhe unë të jem prezant. Më ka ndodhur Shqipëri, Maqedonia Veriut në Shkodër.
pastaj Maqedonia e Veriut Shqipëri në Strumic. Dhe kjo me Kosovën në finale ishte kërkon zemra të ndahet në dy pjesë. Unë dua t'ju shoh juve shumë lart. Unë dua të shoh Kosovën, Shqipërinë dhe çdo gjë. Ne gëzohemi sukseseve të Xhakës, sukseseve të çdo shqiptarit gjithandaj. Tani ti luan. Unë kam provuar të bëhem futbollist kur isha i vogël. Dhe ëndrat që kam patur si futbollist, mua më realizuan në cilësinë e zyrtarit për media. Tani unë dua të jem pjesë e europianit personalisht. Unë dua për veten, sepse kam benefite, kam gjëra, fitoj përvojë, e shoh vetëm pjesë aty. Në anën tjetër dua të shoh edhe ty. S'mja vodhuj, në këtë dy kuptimsi. Nuk e di a më beson. Në këtë dualizëm dëshirash si qëndron. Ja të them, ato dhomat e zhveshjes, njëra këndej, përpara takimit, dhe futëm unë në korridorin aty tek pjesa e zyrtare për të kryer ndonjë punë, nuk di çka kërkoheshte, edhe hapet dera e dhomës së zhveshjes së Kosovës, edhe është kënga e shkurt e Fejzës, në mos gaboj, po sa shoh shqiptar aty, ta në Kosovë është aty, vlla mu pren këmbët, për Zotin, thjesht e kam pyet veten, a jam në anën e duhur unë? Po. Ke parasysh? Pastaj pas ndeshjes, ne gëzohemi. Unë shikoj zyrtarët e federatës, janë vëllezërit e mi, nuk vuaja sepse vuanin ata. Në anën tjetër, beson që gëzimi mos mashtrojmë, mos bëhemi demagog tash. Jam gëzuar dhe kam dashur fitoren. Por me një zemër thyrë, sepse nuk do të shoh të vuash vëlla. Nuk ishte mundësi, hajde ikim bashkë të dyja. Po mirë që keni marrë pjesë. Tek i fundit, nëse do të duhet zgjedhnim kush duhet na mënte, nga kush duhet humbnim, më mirë është humbnim nga ju. Edhe kjo ka, është edhe kjo ana pozitive, nuk shkuam ne, po shkuan Maqedonia, ku kishim lojtarë shqiptar, po federata e cila udhëheqej nga shqiptarët. Por në një farë forme, një pjesë e shqiptarëve nuk shkuam ne, po shkuan në evropian. Edhe ne duhet të bëhemi pak më pak egoist. Jo, ju nuk jeni egoist fare, ju në fakt këtë që po thoni ju tash, ju e dëshmuat me mënyrën se si na përkrahat, sepse tani kanë kaluar ca vite dhe nuk është se ne flasim do bëjmë kështu apo do bëjmë ashtu. Thjesht ne u zhvillua ndeshja, kaloja emocioni, pas ndeshjes nuk ka patur emision sportiv në Kosovë që nuk është marrë me Maqedoninë. Nuk ka patur emision sportiv që nuk më ka kërkuar mua, nuk ka kërkuar të fusë ndonjë futbollist të inkuadroj. Dhe këto janë prova që po të futesh arkivave, apo sot shumë kollaj është të futesh rrjeteve sociale apo YouTube-s edhe i gjen. Kjo tregon që ju nuk e kishit me fjalë këtë që theni, thjesht u gëzuat, dhe në një farë mënyrë kjo na jep shpresë se ne jemi për njëri tjetrin dhe ajo shprehja jemi një është në të vërtetë në praktikë dhe jo vetëm në fjalë. Si është ndjenja e pjesëmarrjes në një event madhor dhe ky dallimi mes qenit tifoz dhe qenit brenda procesit, siç keni qenë ju, për evropianin? Fakultet në vete për mua, një ndër pikat më të rëndësishme të karrierës deri tani, kam mësuar shumë, kam parë shumë, e thoni ju nga Kosova ndonjëherë, Zoti t'i jep të tana. Ne një mangësi e jona atje ishte që po vinim pas Covidit me masa të lehtësuara, por jo full. Ke parasysh stadiumet, Hungaria mendoj që ishte full. Hungaria kishte pa kufizime. Pa kufizime, tjerat edhe këta lëvizje gjërat sikur na kufizuan. Personalisht kam qenë si robruar, kam njohur vetëm hotelin, stadiumin ku stërviteshim edhe ndeshjet zyrtare. Ajo pa keq. Keq, por në anën tjetër mënyra se si organizohet, gjithçka që ndodh për brenda, ti në ajkën e futbollit, ti ke punë bësh me UEFA, me organizimin më të lartë mundshëm dhe në këtë pikpamje unë them gjithë ata që e duan u amundsov Zotit paktën një herë. Pastaj për futbollistët është mrekulli. Tamam shohim çdo 4 vjet apo 2 vjet europian botror, ne ëndrojmë për të parë në televizor dhe bën revolucion në çdo shtet pjesëmarrja. Mos flasim të marr pjesë vendi yt, çka ndodh në një vend. E paramendo ti e brenda atje, është diçka unike. Çka ndodh aty realisht? Aspekt organizimit të një vendit pjesëmarrës në evropiana botror, logjistika, çka ka aty, se më thon ato që duket pjesë që nuk vrehet fare, por është proces i komplikuar që zbatohet në mënyrë perfekte. Shiko, mbrëm isha duke parë një ndeshje, babai nusës më thot çfarë organizimi, ato flamujt, ato gjërat, himnet, gjërat. Gjithë të gjërat, atë që në mënyrë përpikt organizohen, sa që edhe i bën dëkush ata, nuk është se ndodhin ata, shiko, sa ko u dash ne të vendosim këto me kamerat, me gjërat, nuk është e thjesht, dush edhe këtë emision. E paramendo atë gjë, po kur të shikojmë këto formacionet që dalin,
duke para se me nis ndeshja, di si e them unë, 90 minutë është ajo gara për gjithë shka bëtë, por para asaj dhe pas asaj ka një botë tërë. Pastaj marketingu, bota e marketingut edhe e biznesit ka shkuar aq lart sa që beso që futbolli, shiko, ta jap një shembull për të sqaruar më thellë këtë që po pyet. I kish një moment duheshte të stërvitemi ne përpara ndeshjes me Austrinë në stadiumin kryesor ku do luhet në Arenën Nacionale të Bukureshtit dhe kapi një shi shumë i madh. Të them bëri aq shumë ujë sa që nuk stërvitesh. Edhe na thanë do dalim do shkojmë pjesën tjetër të Bukureshtit, atje ku ne kishim një super stadium që ne hapëm, një stadium që uroj ta ketë një ditë Kosova dhe ne bëshim stërvitit aty. Dhe tani ke parasysh gjithë këto kamerat për stërvitin zyrtare, brendimi që është bërë stadiumi, gjithë këto gjëra, edhe duhet të improvizojmë, UEFA gjithë ne. Edhe duke bërë, unë jam shumë pragmatik dhe po ju ndihmoja dhe po merrja lëvdata nga UEFA dhe u them, po pse se bëjmë ndeshjen këtu? Po i ngacmoja, jo që pretendoja Faton, futbolli nuk është vetëm 2 porta, një top edhe një fush e s'luhet. Domethënë gjithë një botë të tërë, sa sponsor, sa gjëra e bën, me vite janë ditur kush fiks do jetë në një vend dhe ti mendon që hajde ta bëjmë tash, s'bëhet këtu, s'bëhet ai kalibrimi i kamerave, gjërave, çdo gjë. Pastaj kjo dita e mediave ajo që neve na intereson, për shembull mbrin ditën e parë, dytën, ja kanë caktuar secilës kombëtare, vjen ekipi i përgatitur i UEFA-s. Edhe ti në hotel e ketë përgatitur ato holët e mëdha ku i ke sallat, 3-4 sallat të zëra, edhe ku janë rregulluar ku bëhen intervistat, ku bëhen aty fotografimi, domethënë kam ca video që do t'i përcjell mbase për t'i shtuar në gjithë të që po flasim. Dhe ndoshta në momentin që po flasi shohin njerëzit sepse do e bëj montazh punën. Po patjetër. Është shumë interesante ajo pjesë e organizimit dhe beso në raport me klube, apo është bukur kur ke një lojtar nga klubi yt të jesh atje, se ndonjëherë din njerëzit thonë, pse ky kamermani lëviz tu, pse? Jo, duhet të respektosh, ai bën punën e tij. Zëdhënësi e bën punën e tij. Thjesht ndjehesh si pjesë mediale, ndjehesh tamam aty ku duhet dhe je shefi ti pas ndeshjes. Ke humbur 4-0. Aty nuk ka vend që X lojtari i caktuar të jetë i hidhrua apo nuk e bëj punën. Aty të ndjehesh, qoftë ylli më i madh, ti shkon e thosh do vish se je në intervistë tek Filan Televizioni edhe përfundon. A do njëjta në nivel klubësh? Te Liga e Kampionëve, Liga e Evropës, Liga e Konferencës, ku sezoni shkurtër luajti Shkëndija. Po. Ka të njëjtë është organizim. Po realisht me atë që jemi të sinqert, Liga e Kampionëve është ajka e futbollit. Pastaj Liga Europa ka nivel të lartë dhe Conference Liga i ka të gjitha, por me një më lehtë, ke parasysh me masat më të lehta gjë. Por po të them, shikoj, bukur është që ne jetojmë në Europë, edhe Europa, UEFA gjithësisht në aspekt qoftë medial, qoftë të gjithë organizimit të futbollit, është diçka jashtëzakonshme. Kemi parë Kupën e Afrikës vitin e kaluar, larg neve janë në aspekt të gjithasë bukurisë që ndodh si fasadë e futbollit. Dhe pastaj edhe vetë asaj që ndodh brenda. Me Shkëndijën vitin e kaluar sërish i shijon të njëjtat. Ka rend, ka organizim, tamam gazetari ndjen veten gazetar, ekipi medial, zëdhënësi, komunikimi, edhe futbollistët. Edhe e them aq shumë lodhemi, aq shumë angazhim ka për gjithçka që po ndodh, brandingu i stadiumit, duhet mbulohet çdo gjë që ka të bëjë me diçka jashtë asaj që UEFA ka sponsorët. Janë gjëra që përpara se të shijosh ti thua, çaja fut kot tash. Është një botë të tërë dhe unë futbollistëve po tentoja t'u sqaroj sepse ti edhe duke punuar sot unë e shijoj dhe them shumë bukur që ndodhi, por kur je brenda ka edhe lodhje dhe shpesh u them futbollistëve, e dini që 90 minutë është asgjë në raport në aspekt organizativ. Tash e dim që gjithçka po bëhet për atë 90 minutë, por në aspekt organizativ në lodhje çka ndodh para ndeshjes dhe pas ndeshjes. E dim që 90 minutë për ne është pushim. Ulëm, shijoj ndeshjen. Çka ka para dhe çka ka mbas? Kryet ndeshja. Ti mund të më marrësh telefon, do bëjmë një intervistë caktuar. Po. Unë do bëj intervistën, po ti si din se ç'a bëj unë. Do të thonë gjithë të mbyllen ato punët dhe shpesh një natës, 2 natës të gjehen akoma në stadium. Me që përmendëm Shkëndijën, realisht flasim për klubin që shquhet me organizim në përgjithësi, e konkretisht edhe pjesën mediale dhe marrëdhënie me publikun. Si organizohet kjo pjesë? Atë ka ndihmuar fakti që ke qenë me federat në këtë pikë?
Shumë realisht, tash duhet të jemi shumë sinqert dhe korrekt. Një klub i caktuar, nëse unë një ditë do jem të udhëheq një klub, sigurisht që njerëz të caktuar, të fushave të caktuara do i çoj të trajnohen sa më lart që mundën. Tash klubet jashtë mbase bëjnë ekipin medial, do shkoni të vizitoni ku ta di unë, Borussia Dortmundin, Barcelonën, Bayernin, të marrësh të trajnohesh, po edhe klube nga Anglia. Ndërkohë gjithë këtë unë e kam marrë jo falas, por thjesht edhe jam paguar tek Federata e Futbollit. Tani është dashur të presësh shumë për një ndeshje apo dy europiane ku realisht klubet tona e shikon ç'a ndodh. Shqyrzotin e shijuam Shkëndijin dhe dritën në grupe, më herët edhe Ballkanin, por nuk është se ndodhte. Kur ka qenë Skënderbeu dhe ajo ishte. Dhe për të parë një ndeshje ndërkombëtare, organizimi i gjërat, unë shifja edhe shokët, kolegët pranë vetes të kap një stres, si do bëjmë këtë, dhe shifja qetësinë që po më karakterizonte mua. Dhe kjo e di nga se vinte, sepse brenda vitit unë kaloja 10 ndeshje me Federatën e Futbollit të Maqedonisë, dhe kjo të jep atë para përgatitjen të një niveli të lartë për gjithatë që të pret. Dhe si është sot shkurtimisht, Federatën udhëheqin tash nga Maqedonia, apo? Si është niveli i ligës, po dhe kombëtarja e Maqedonisë, dhe Federata? Ka qenë një farë mburrje e madhe që kemi udhëhequr në shqiptarët një kohë. Por ai u dhimbti shumë, me sa kuptoj. Po jemi munduar sepse të jetosh në një vend të përzier në aspekt komsive dhe kur ti dëshiron të marrësh pozicion, duhet të jesh shumë i kujdesshëm jo vetëm në punën që bën, po edhe në fjalët që zgjidh. Ka qenë shumë e vështirë pjesa e menaxhimit në aspekt të asaj. Shiko, kur je nën kryetar apo shqiptar, përfaqësues i shqiptarëve, ti gjithmonë po flet dua hisën time, duhet bëhet edhe kjo, do të përfaqësosh atë tënde. Në momentin që ti merr udhëheqjen, atëherë ti duhet të punosh shumë vetëm për të bërë një tejkalim të egos personale, sepse ti je tani futbolli, ti je ai që udhëheq. Dhe në momentet e caktuara duhet të ruhesh nga paragjykime, duhet të ruhesh, për shembull, nëse duhet një gjë të jepet Kosovës, ti duhet të kesh kujdes ja ky bën se është shqiptar. Po, qartë. Ke parasysh, kjo pikë mua më është dashur shumë, jam i lumtur që të tjerët më thonë që e ke menaxhuar si duhet, por nuk ka qenë shumë e lehtë. Pastaj brenda, sigurisht që është akoma edhe më vështirë. Çdo investim, çdo vendim të merret gjithmonë me atë kujdesin që mos mendohet që ky po tërheq për një arsye tjetër dhe nuk është një vendim i marrë në bazat të logjikës profesionale. Dhe si liga e kombëtare sot? Përfaqësuesja e Maqedonisë vite me radhë bëri mirë, shqyr zotit, po them tash ai mos them e bëm ne, por shqyr zotit gjërat e bukura ndodhen në kohën kur ne ishim aty. Normalisht një punë shumë vjeçare, ka patur edhe gabime, sigurisht ka patur edhe gabime, edhe gjëra që mund të bëhen më mirë, por tani ndodh një ndrim i gjeneratës. Ke parasysh në Europian shkuam në momentin kur Goran Pandev po mbyllte karrierën dhe të kesh një lojtar të kalibrit të tij ishte një mbështetje shumë i madhe edhe për gjithë tjerët. Pastaj edhe lojtarët tjerë po luanin në klube më të larta dhe gjithë kjo po menaxhohej shumë mirë dhe po i bënte mirë edhe ekipit përfaqësues të Maqedonisë, dhe prandaj erdhën rezultatet. Ju kujtoj që në vitin 2017 për herë të parë Maqedonia mori pjesë me U21 në një kampionat evropian në Poloni dhe më pas gjithë ajo gjenerat pjesa më e madhe, mos them gjithë, u kanalizua tek përfaqësuesja dhe erdhi kampionati evropian, erdhi hera e parë që në kualifikime raditesh i dyti, erdhi play-offi për në botëror, fitoria ndaj Italisë, edhe ajo humbje nga Portugalia. Ka një rënje, sepse ndrohet gjenerata dhe kjo merr kohë, nuk them që fajsoj dikën, thjesht është një proces natyral që u ndodh shumë vendeve, shohim edhe Gjermania po përballet për momentin me diçka të tillë. Ndërkohë liga disa vite me radhë, shikon, Maqedoni nuk mund federata të bëjë gjithçka vetë. Duhet vetë qeverisit lokale, duhet edhe shtetit ndihmoj, sepse unë gjithmonë nuk dua të tingëlloj si ignorant. Atë që kam thënë kur isha pjesë e federatës, tani të them jo ndryshoj. Federata nuk është një kompani ndërtimore për të bërë stadiume dhe federata mundohet me aq sa ka mundësi që parat nga programet hetrik mjetet t'i kanalizojnë nëpër terene, nëpër stadiume, por këtu duhet klubet. Ne gjithë po flasim për klubet shndruara në shoqëri aksionare dhe më pas flasim që nuk ka terene, nuk ka gjëra. O duhet vetë qeverisit lokale të ndihmojnë, të mbështesin, sepse shiko, futbolli është sport shumë i shtrenjtë dhe në këtë aspekt Maqedonia ashtu si Kosova
po ngjet sepse nuk ndihmohet futbolli shumë nga shteti, gjithsesi nga vetë qeverisit lokale. Por kujtojmë që Shkëndia, kur kishte një rivalitet shumë të fortë vite më parë me Vardarin, jepeshin mjete shumë të mëdha dhe duke u përplasur njëra me tjetrën, po i bënin mirë. Nuk ishte rastësisht Shkëndia 3 herë rresht luajti në play-off të Europa Ligës, po trokisti në derë të grupeve, ndërkohë Vardari u fut një vit në Europa League. Tani këtë vit erdhi vitin e shkuar në fakt, erdhi futja e Shkëndijës në grupet apo ligën e konferencës dhe kjo tregon që ka një lëvizje te liga, por këtu sponsorët, pronarët e klubeve, gjithë ajo që po e rrethon është një problematikë që dëgjoj edhe në Kosovë, fatkeqësisht 5-6 klube po përballen me probleme serioze dhe këtu nëse nuk ndërmerret diçka hapa konkret, të ulemi dhe të themi ky është problemi ynë, ta zgjidhim apo cila është rruga që do ta ecim përpara, unë shoh problemet zmadhohen. Shkëndia është një pikë klubeve më të dashura në trojën shqiptare. Ka shumë tifoz, të flakt me atje thuhet, por ka dhe shumë interesim për këtë skuadër. Ne për shembull këtu në Gazeta Blic merremi shumë dhe e përcjellim shumë Loriku me ekip Shkëndijën. Sa ka ndryshuar ekipi në për vite? Shumë, sepse ne tentojmë të jemi në hap me kohën dhe të zhvillohemi. Gjithmonë nëse sot jemi mirë, nuk do të thotë që nesër nuk duhet të bëhemi më mirë. Unë përfitoj nga mundësia për t'ju falendëruar njëherë juve edhe redaksisë sportit për gjithat që bëni për sportin shqiptar në përgjithësi, sepse nuk leni anash askënd, por konkretisht për skuadrën e Shkëndijës. Unë ndjej një mbështetje të fuqishme te Gazeta Blic dhe për këtë nuk është se ju bëj qefin, por thjesht ju heq kapelen për gjithat që bëri. Gazeta Blic gjithmonë kur Shkëndia është në qendër të vëmendjes, Gazeta Blic është në Tetov dhe një farë mënyrë ju jeni një media lëvizëse dhe për këtë po ju apërcjell për përshëndetjet e sinqerta. Shkëndia ka lëvizur përpara sepse jeta, bota ecë përpara dhe ne po të shikojmë ku ishim kur e morëm këtë projekt të ri, pre kur kompania Ekolog në vitin 2013 u fut në Shkëndi dhe ku jemi sot, vërtet është ndërtuar një skuadër dhe jo rastësisht ne jemi pikë referuese dhe me shumë kënaqësi pranojmë atë komplimentin kur na thuhet që hajde mos themi jeni më e mira, por kur thot në Kosovë dhe Shqipëri jeni ndër klubet udhëheqëse apo udhëheqëse në shqiptari, ne me shumë burje pranojmë këtë dhe kjo është tregues që ne kemi ecur mirë me kohën. Shumë mirë. Ki përvojë të organizimin ndeshje me kombëtarët më, si me Spanjën, Anglinë, Gjermaninë, Italinë, shumë të tjera. Pastaj ndeshjeve me Milanon, Tottenhamin, Red Bull Salzburg, se për shembull disa ekipe Loriku për një përmes Lorikut. Red Bull Salzburgun, se më me gjenerata hem shumë, sa është e vështirë të bësh punën kur përballesh me gjigant tillë? E vështirë kënaqësi dhe ke çka të mësosh. E di çfarë është më kryesore që kam marrë nga këto, qoftë nga kontarët që i përmendën, qoftë nga klubet. E kupton që thjeshtësia, edhe ata janë njerëz. Po normal. Edhe ata janë njerëz, thjesht kanë lindur në një vend, funksionojnë në atë vend. Dhe ti mëson që ndonjëherë mos na futet vete në qef se unë bëra këtë apo bëra atë. E kupton që futbolli është një sport dhe jeta është një vend, popujt janë të ndarë në popull për të shoqëruar, për të garuar. Këtu merrat vetbesimin që mirë, jemi gjithë njëjtë. Tani mëson nga ata, ndonjëherë edhe ata nga ju, ne kemi marrë shumë komplimente këtë vit nga Samsung Sport. Unë duke lavdëruar punën e tyre, ata thjesht ishin mahnitur me punën që bëhet në ekipin medial të Shkëndijës, edhe tek pjesa e digital marketingut edhe gjithçka. Dhe ti e shef që jetë tamam në një garë, nuk është vetëm Shkëndia është futur në Conference League, por edhe ti me pjesën mediale je në lartësinë e duhur. Mëson sepse vendet të ndryshme kanë nivele të ndryshme të medias dhe çdo kund ke çfarë marrësh. Qoftë pjesa e nivelit të mediave, qoftë se si një shtet apo një klub i caktuar i menaxhon klubet, mediat problematike apo që të sulmojnë. Dhe në gjithë të aspekt, kur ti mëson nga këto nivele, e din sa lehtë përballesh kur vjen në vendi, sepse të thuash, shiko, këtu më nuk flasun për ego, por unë thjesht e kam profesionin tim e kam kalitur në nivele shumë të larta. Të ka mu taku, sigurisht, me yje të mëdha të futbollit. Si është përvoja me ta?
Nga këto ballafaqime, qoftë me përfaqësuesën, qoftë edhe me ekipet. Shiko, nuk lavdrohemi, por kam patur fatin, mundësinë, kënaqësinë të qëndroj nga Gianni Infantino, Ceferin e të tjerë, Yuri Gjorkaeff apo Ronaldo, Sergio Ramos. Kam mësuar edhe nga ata që kam bërë mirë, edhe nga ata që s'është mirë. Ka lojtarë që janë me ego dhe ka të tjerë si kurse që Si shfaqet egoja? Çfarë forme? Nuk flasin, nuk përshëndesin. Shiko, Sergio Ramos, unë jam me Barcelonën. Sergio Ramos më ka bërë që filloj të shikoj Real Madridin. Do të thonë njëri, një modesti, po ta shohësh atë që shohësh në televizor është krejt e kundërta. Ty të zbret për autobusit të përshëndet vetëm se ke qenë në konferencë për shtyp, se je një zyrtar. I kërkon dikush një gjë, ato i kanë ato rregullat e vet me ekipet mediale dhe në momentin që i afrohem unë, Sergio më fa, po urdhro, anashkalon gjithçka. Filani të kërkon një gjë, një deklaratë shkurt, kthen aty tek pjesa e mix zonës dhe njerëzit fillojnë të mendojnë që ti e ke shok Sergio Ramos. Jo, se kam shok. Ky flet për personalitetin e tij dhe për nivelin e tij. Pastaj Iker Casillas. Kellini, unë kur s'kam bërë tifo për Juventusin. Më ka mahnitur, ne 2 herë kemi shkaktuar problem Italisë. Një 1-1 kemi luajtur në Torino dhe njëri kemi rrahur, kemi marrë ëndrrën për mbotror në Palermo. Vjen Kellini futet në zhveshtoren e ekipit përfaqësues të Maqedonisë dhe duke uruar 1-1. Ti shikon që din çfarë niveli ka përgatitjen psiqike, sepse ne gjithë i dhrohemi edhe bëhemi keq kur një moment ndodh diçka e keqe. Dhe ti thua kur Kellini e bën këtë, kush jam unë? Do tani shfaqja shembujt e mirë, kallëzojmë këto të këqijat. Ronaldo për fat keq, Cristiano Ronaldo. Kualifikohet në botror. Kam parë që fanellën asendeshja dha mamas të tij, fotografit, bëri gol. Do të thonë duhet të jesh gjithçka rregull. Duke përfituar nga ato bexhet që i kemi all pas, kemi qenë një pjesë e njerëzve brenda dhe pritim, kishim punë, po do dal Ronaldo, edhe del i fundit nga të gjithë. Me një arrogancë të theksuar, kur i kërkuan njerëzit po qëndroj anash fotografi, filloi i dua bash gjithë, do të thonë nuk kam kohë për secilin tek e tek. Shikoj, ai është njëri, dhe ai ka ato problemet e veta, por un kam në telefon fotografi që i kam bërë me gjithë të tjerët, që përfshirë të ndjerin Zhota. Edhe si bën ato live që bën ai fotografinë, po ti qëndrosh ti mbash shtyp për kështu, ti i shikon. Ata kanë shumë kujdes se si do dalin, sepse nuk e din kush je ti, sa ndjekës ke. Dhe derisa vin ndonjëri lodhur me atë seriozitetin e tyre, në momentin që bëhesh gati për fotografi, e nxjerrin atë buzëqeshjen sepse janë të përgatitur, janë të ushtruar që kush e di sa ndjekës ke ti dhe në fotografia duhet të jetë e mirë. Ndërkohë Ronaldo ishte kundërta, sepse unë po bëja sikur nuk e kuptoja dhe po i flisja spanjisht. Arrita që një pjesë stafit ta fotografoj vetë sepse kish qejf ta bëj. Më pas drejt të them, kam bërë fotografi edhe unë, por më ka lënë një shije tjetër dhe nuk e kam postuar kurrë atë fotografi vetëm nga fakti që thjesht më bëri po prit më valla njerëz si me gjithë. Ke pas kontakt, ke mbajt kontakt me ndonjërin prej tyre? Ke pas kontakt më të afërt? Jo, e di si është puna. Unë në vitin 2015 isha në Globe Soccer Awards në Dubai, pas Topit Art dhe France Football, edhe FIFA The Best që e bën FIFA. Globe Soccer Awards është eventi më i madh i zgjedhjes së futbollistëve. Dhe atje isha për fali Ramadanin që ishte në mesin e top 5 agjentëve më të mirë botror, dhe atje ka qenë Messi, ai eventi ku isha, unë vetëm unë se kuptoja ç'a bëj. Kthehesh në njëra anë Figo, kthehesh në anën tjetër lojtar pafund, domethënë qëndronim, kam qëndruar me lojtar si Jovetic, Laic, që ishin pjesë e menaxhmentit të Fali Ramadanit dhe kemi bërë një punë shkëlqyeshme, kemi qëndruar me ulur kështu bashkë me agentin, ish agentin e Ronaldos, Jorge Mendes, që ishte njëri i çmendur në aspekt të biznesit dhe sa kohë po humbte për punën e tij. Por nga natyra nuk kam insistuar kur, ma kanë kërkuar shumë njerëz ma jep numrin e Fali Ramadanit, u them shiko, Fali e din, kur ka patur nevojë, ka ditur se si të më gjej mua. Pse duhet ta bezdis? Më jep numrin. Thjesht nuk dua të lavdrohem për një gjë se kam bërë, sepse unë nuk dua të bezdis edhe ty nëse mendon që s'duhet të bezdis. Ke parasysh, por linqet se si të arrijmë të ata njerëz, sigurisht që i kemi, sepse jemi njerëz, si unë që i kam ndihmuar dikuj kur ka kërkuar të takoj Zhan Alioskin, të takoj Enis Bardhin, të takoj Goran Pandevin, për mua ka qenë shumë e lehtë, për të thënë
ore më kërkon filani një shërbim, e kam mik, do japësh një deklaratë dhe ka dhënë. Dhe njëjtë është, janë njerëz edhe ata, dikush më i lehtë, dikush më i rënd, por puna jonë është këtu që ti menaxhojmë se gjë. Sakt. Çka ka parë është që se ka shumë interesim për lajme nga tifozët ballist Gazeta Blitz Sport. Kjo tifozëri nuk i ka lënë vetëm kur, si përshkuni ata? A janë këta tifozët me flak shqiptar momentalisht apo jo? Nëse do thoja ndryshe, sigurisht që... Ja thuaj ti si e mendon? Po një tetovar ashtu është. Unë gjithmonë jam munduar që mos i ndaj gjërat dhe qëndroj ne jemi një, ti zgjedh fjalët sepse çdo shqiptar, për cilin do klub meriton respektin e tij, por po, ballistët kur e thuan tjerët, kur e bënë një postim te Gazeta Blitz, ju e shihni atë ndikimin e gjithë asaj engagement që themi në rrjetet sociale. Ndër vite janë dëshmuar si arma e 12 e Shkëndijës edhe e kombëtares së Shqipërisë. Natyrisht atmosfera që bëjnë, tash ka patur ngritje dhe ulje, ndër vite kryesi të ndryshme, ndonjëherë kanë qenë më të organizuar, ndonjëherë më pak. I ka goditur pa mas Covid-19 sepse tifozëria kishte atë kufizimin e lëvizje, ishte, por përfundimisht ballistët janë bukuri e tifoskenës edhe natyrisht lojtari 12 i Shkëndijës edhe i kombëtares shqiptare. Sezoni shkum ligën e konferencës për Shkëndijën, ishte diçka unike, apo jo? Startin e Madrid me Rayo Vallecano. Më bukur s'kishte ku të shkonte. A është kështu, apo është te premiuni? Ma ka shkruar një mesazh një mik, më shkruante do gjej bilet, si është organizimi biletave këtyre gjërave dhe më thot, o vlla, shok që jeton tashmë sa vite në Norvegji, edhe fëmijërinë kemi kaluar bashkë, e di si është puna. Deri dje ne thonin ma do kemi një transport nga fshati për të ikur në stadiumin e qytetit në Tetov. Sot po flasim ma do gjejmë bilet në Madrid. Dhe ua kam treguar shumëve këtë mesazh, kjo është përkufizimi i gjithë asaj që ndodhi, sepse Shkëndija hyri në mapën e ajkes së futbollit evropian, konkretisht në Conference League, uroj ta përsërisim këtë vit dhe vitet e ardhshme, pse jo Europa League dhe një ditë ta shohim në Champions League, por beso unike, shumë bukur e the në pyetje, ishte një përvojë unike dhe ta nisësh këtë në Madrid, në një stadium që ishte i vjetër dhe është një temë tjetër, do flasim ndonjëherë tjetër, ai stadiumi flitet se do renovohet. U befasuam nga stadiumi, por në atë stadium barazoi 0-0 Barcelona që u bë kampion dhe u ndal 1-1 Real Madridit. Dhe tani futet Shkëndija, gjithë ajo atmosfera, po shef një stadium që çdo javë shohësh, çdo ditë në javë shohësh ndeshjet e La Ligës, dhe natyrisht Shkëndija pjesë e saj, edhe ai highlights kur del nëpër të shpicat e UEFA-s, qoftë se ne jemi rrahur 2-0, por luajtëm ndershëm aty, paraqet një krenari për klubin tonë. Atje, me kanë thënë se në Madrid ka ndodhur diçka interesante. Ke marrë ftesë vdip nga Real Madridi për ndeshjen me Villarrealin. Si ndodhi? Unë jam që shëndzjerë gose. Nuk dukesh shumë ekstrovert. Nuk dukesh shumë person ekstrovert. Jo, unë jam si vrapon pas gjëra. Jo, për zotin. Unë jam tifoz i Barcelonës dhe i kam ngacmuar shumë shok, po thoja klubi i dytë më i madh në botë, Reali, që duke pretenduar tek Barcelona, gjithmonë me shaka, me hajgare, sepse ka patur njerëz që kur e kam thënë ndonjëherë tjetër e kanë keq kuptuar këtë pjesë të deklaratës time, sepse secili klub e ka madhësinë e vet dhe secili ka drejt bëj tifo për secilin. Unë spanjolët janë i çik mos them nacionalist, po këtë gjuha, janë tek gjuha e vet dhe dobët e flasin gjuhën angleze. Dhe ata që në momentet e para të komunikimit kishin problem, kërkonin me tekst që dhe unë thash që njoh gjuhën spanjole. Ikom atje në pres konferencë nuk ishte përkthyer, se unë them rregull është, unë do e bëj. Gazetarët u befasuan, dhe unë gjë e parë kërkova ndjes tash mos bën ndonjë gabim teknik gramatikor, se nuk është sepse po e kam çdo ditë në përdorim gjuhën dhe ndodh. Okej, më morën numrin ca gazetar, unë po ju thoja më falni nëse diçka gabova në përkthimin tim, ata thanë që është shumë okay dhe më morën numrin e telefonit dhe më vonë më shkruajnë a mund të lidhemi në një emision. Okej, them do lidhemi në emision. Drejt them pa i pyetur kush është si është. Kur futëm aty në emision, shikoj Santiago Cañizares, legjenda e Valencias, portieri i Spanjës, i Real Madridit. Shikoj kope, logot e Barcelonës, është ua, çau bë. Ajo kopë është, ne i marrim lajmet nga ata, domethënë gjërat më ekskluzive, është një medium i fuqishëm, radio, por një ndër emisionet më të shikuara. U lidha me ta dhe aty kam bërë, gjatë kohë nuk e kam publikuar, por me që më bët pyetjen, mendoj, më thonë tjerët kam bërë një punë shkëlqyeshme në aspekt promovimit, sepse
po pritnin ballistët se do vinë si huligan, kishin marrë disa lajme nga mediat maqedone, dhe unë thash ndëgjoj, ashtu si u thash juve pak më herët, duhet të kem kujdes me fjalorin që do zgjedh, edhe unë këtu nuk duhet të keq kuptohem, po ne jemi kampioni i Maqedonisë, vim për të përfaqësuar Maqedoninë e Veriut, por ne jemi klub shqiptar. Ngjyrat tona janë kuqezi, musi flamuri i Shqipërisë, dhe djem që vinë ballistët nuk janë huligan, por thjesht janë gjithë shumica e tyre janë çuna të shkolluar, çuna me fakultet, dhe të cilët do jenë vetëm në mbështetje të klubit pas një problem. Gjithë kjo më bëri mu lidhje të mira dhe si kundër shpërblim për punën që bëra, unë u kërkova, thash më kërkoni akreditim për ndeshjen Real Madrid Villarreal. Dësha t'i bëj një befasi atij mikut që më tha do shkojmë ta shohim ndeshje. Duke menduar që akreditimun e pash aty në vend akreditacion, shkruante invitacion, në vend accreditation invitation, unë nuk isha thjesht nuk e vërreta se ç'a bëhet fjalë. Real Madridi kur ka marrë që kërkesën nga Rayo Vallecano, a mund të akreditom drejtorin e komunikimit të klubit ku ne luajtëm në Europë për këtë ndeshje, shkoj sa klubi më madh, si bëjnë klubet e mëdha. Nuk e marrin atë në zyrën për marrëdhënie me publik. E marrin kërkesën thonë jo, këtu nuk do të akreditohet, ky shkon në zyrën për pritjet mysafirëve. Dhe në vend të akreditimit më bëjnë invitation, ftesë. Se kisha 007, tamam si James Bondit, gold invitation. Edhe ca miq të Realit të Madridit thonë duhet ta bësh ta vendosësh në mur atë. Shumë vështirë për ta marrë. Po më kanë pyetur pastaj të tjerë edhe nga Kosova si e morë sepse u futa aty, nuk e dija çfarë po ndodh me mua, u futëm në internet, kërkonin ta shohim se sa është çmimi, ishte zona ku nuk shiteshe, kishte anës 1200 euro, por aty nuk shiteshin, aty thjesht ishte pjesa e hospitality ku miq të klubit ku ta diun ç'i bën. Edhe e bukur është mënyra se ti ke qasë tek Florentino Perez, apo ndodhi diçka duke ardhur Perez, ishte Rafael Nadal aty, vjen një moment mendova që jam në Tiranë sepse po ishte pikërisht qelloj në ditën kur ishte Edi Rama aty, dhe pastaj njerëz të tjerë kanë thënë kur po më pyesnin si arrite, si ja dole, sepse ashtu siç the, nuk është që futëm unë po imponova, po si mendon ti? Do të ketë qenë pjesë e delegacionit Edi Ramës, tash jo, ndodhi rasti e bukur dhe kjo më ka bërë të mendoj, unë vazhdoj të jem me Barcelonën dhe kundërshtar të madh Realit Madridit, por në pjesën e organizimit, ku po flasim për elitën, këtu e kuptove dhe shumë njerëz duhet ta dëgjojnë këtë që them, jo për të marrë vëmendje Fatoni, por të marrë vëmendje se si klubet e mëdha i menaxhojnë këto gjëra. Po me Ramen u takova ajo? A bisedova ajo apo e lunte rolin e Ronaldos? Jo, ajo befasu sepse ajo pjesa ku futeshim ne dhe kur afrohesh kishte këtu lart ka edhe një zërim që bën një shkputje, edhe unë i them minister, po deta për kryeministër, desha ta përshëndes atë. Florentino Perez më shikon edhe unë flas shqip, nuk flas spanjolisht. Edhe në moment Florentino Perez, dikush po flet me ty, edhe kur pa duke më dëgjuar normal me një buzëqeshje, ç'u bë këtu, gadolët, thjesht e shkurtish. Kjo bëm një fotografi bashk edhe aq, nuk është se vazhdua. Faton, sigurisht që kjo është ke shumë histori, dhe ke shumë histori për na treguar, por të vështirë mi përmbledh në një emision më pak se një orë që kam unë. Unë të falenderoj që na ke vizituar nga Maqedonia, edhe të falenderoj edhe për intervistën. Besoj që do shihemi shpejt edhe hera të tjera dhe të flasim edhe për zhvillime tjera që ku je dëshmitar i dorës parë vet. Falenderoj shumë. Unë jam shumë i nderuar për ftesën që më bë, për këtë tjetrën gjithmonë sa herë që të keni nevojë, besoni që do jem këtu. Uroj që tu kemi dhënë sadopak shikuesve diçka që pak më të veçantë për ta dëgjuar. Faleminderit shumë. Merci. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.